Mos e klikoni linkun, ky mesazh që ju vjen në celular është mashtrim. Një SMS mashtruese që qarkullon së fundmi në numrat celular të qytetarëve. Mesazhi pretendoi të vijë nga një shërbim dërgimi dhe i kërkon personit të klikojë një link për të përditësuar adresën e marrjes së pakos dhe duke paralajmëruar se informacioni është i pasakt. Mesazhi mund të vijë të dhënat personale dhe bankare. Përshëndetje, gjatë dorëzimit të pakos suaj, kemi vënë re se adresa e marrjes është e pasakt. Ju lutem të përditësoni sa më shpejt informacionin e sakt për adresën. Ndërkohë, kujtojmë qytetarët që nuk duhet të klikoni në linkun e SMS dhe as të ndan informacione personale për të verifikuar dërgesat e pakove. Qytetarët duhet të përdorin vetëm faqet zyrtare të kompanive postare ose të shërbimeve logjistike. Ky rast lidhet me një valë të gjerë mashtrimesh online që kanë përfshirë qytetarë shqiptar përfshirë Zuex. E zbuluar së fundmi nga autoritetet, Zuex funksiononte duke të rrequr investime me pretendime të fitimeve të larta dhe të shpejta, ndërsa pjesëmarrësit të rinj detyroheshin të ftonin të tjerë për të fituar.